Sikur të përfillej ky kriter që mos me ble mallin e vjedhur. Nuk bëhesh pronar i mallit të vjedhur asnjëherë. Edhe kurdo që ai i cili është vjedh pasuria ose është plaçkit e gjon pasurinë e vet e merr, atëherë edhe hajnat kishin më mendu mirë për me vjedh diçka. Për arsye se ngrënia e pasurisë së tjetrit ose marrja e pasurisë së tjetrit në mënyrë të padrejtë është dy forma. Forma e parë është përmes vjedhjes, plaçkitjes, uzurpimit, domethënë që është formë më të vërtetë e olet shumë, është shumë e padrejtë, është gjuna e madh dhe njëkohësisht ai i cili arrin te pasuria e tjetrit këtë formë asnjëherë sheriatikisht nuk bëhet pronar i kësaj pasurie. Ata ai i cili vjedh pasurinë nuk bëhet pronar i mallit që e ka vjedh asnjëherë. Ai që uzurpon, ai që plaçkit nuk bëhet pronar i mallit të plaçkitur asnjëherë. Dhe kurdo që atij që është vjedh pasuria e gjen pasurinë e vet të pandryshuar, te çdo kush që është e merr. Pastaj ai i cili e ka blej mallin e vjedhur, ose nëse është ka kaluar disa dorë, secili kthehet te ai që e ka shit dhe e merr kompenzimin derisa të gjendet ai i cili e ka vjedh edhe e ka marrë në mënyrë të padrejtë këtë pasuri dhe pastaj e merr dënimin e vet. Sikur të përfillej ky kriter që mos me ble mallin e vjedhur. Edhe gjithashtu nuk bëhesh pronar i mallit të vjedhur asnjëherë. Edhe kurdo që ai i cili është vjedh pasuria ose është plaçkit e gjon pasurinë e vet e merr, edhe pastaj blerësit edhe shitësit mirën me njëri tjetrin, atëherë edhe hajnat kishin më mendu mirë për me vjedh diçka. Për arsye se ai vjedh në sajt e asaj që ka me shit dikun. E tash nëse njerëzit nuk do të blenin mallin e vjedhur, atëherë do të ulej gjithsesi, do të ulej hajnia edhe vjedhja. Kjo është forma e parë e marrjes së pasurisë së tjetrit ose ngrënies së pasurisë së tjetrit pa të drejtë. Forma e dytë